Gjykata ka dënuar me burgim të përjetshëm Yusuf Hasan pasi u shpall fajtor për veprim penale vjedhje me pasojë vdekjen në dëm të fëmijët të tij Xhemal Meta. Sipas prokurisë, ngjarja e rëndë ka ndodhur në 13 janar 2025 në fshatin Shëngjin i Vogël, në zonën e Shëngjergjit në Tiranë, ku viktima u gjeti pa jetë në banesën e tij. Ekspertiza mjekoligjore ka provuar se vdekja e Xhemal Metës ka ardhur si pasojë e dëmtimeve të rënda në kokë, të shkaktuara nga goditja me çekiç. Gjatë hetimeve, Yusuf Hasan ka pranuar se ka kryer aktin pas një konflikti të lindur pas konsumimit të kafes së mëngjesit, duke deklaruar se veprimi i tij ishte nxituar nga mllëfja i akumuluar prej kohësh. Sipas prokurisë, autori ka qenë në dieni se viktima mbante gjithmonë me vete një shumë parash të lidhur me një qese rreth qafës dhe pas krimit ka marrë para duke konsideruar ngjarjen jo vetëm si vrasje, por edhe si vjedhje me pasojë fatale. Pas krimit, Yusuf Hasan është larguar nga vendngjarja dhe ka shkuar në banesën e vajzës së tij në Vorë, ku ka lënë armën e krimit dhe paratë e marra. Prokuria e ka cilësuar ngjarjen si një akt të rënd kriminal të kryer me dashje dhe për përfitim material, ndërsa gjykata ka vendosur dënimin maksimal me burgim të përjetshëm.